Mendoj që rrethonat që ka ndryshojnë. Jo për shkak që koha po kalon, por edhe për shkak që na po kemi tash procese zgjedhore të cilat është vështirë edhe me i arsyetu, është vështirë edhe me i kuptu, është vështirë edhe me i si më thonë, me i dekonstruktu është më radhë. Me i pranu, Me i pranu, të më thonë se njeri tash kur vinë zgjedhjet se cili për neve, pavarësisht me cilën parti e doj, me cili as japim votën, të e ki një farë arsye dhe arsyetimi, pëse po shkon te X partia. Dhe tash në këto zgjedhje, për shkak të shpeshtësisë tyre dhe për shkak të dyqysh absurditetit tyre, për ki edhe vështirë edhe me gjetë arsye. As më tepër për ki vështirë me gjetë arsye, kur edhe partit nuk po dinë më të thonë arsye. Se dhe më thonë e fryma krijohet edhe për shkak të një entuziazmi e pune, e veprimit të një partije politike, cila mund me marë, dhe më thonë, këtë vëmendje pak më të madhe. Tash na që kemi këto zgjedhje është, dhe më thonë, vetmja gjë e re që ka ndodhur është që Vjosa Osmani ka kalu në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Që e bie që po shkojmë zgjedhje për ta. Po, edhe që ishte për ta, për prezidencën e saj, mënyrë, se ajo apet për të më bo prezidente. Dhe tash ajo për ingrej edhe disa persona tjerë, dhe më thonë, ishte deputet të lëvizjes vendosjes së partisë Guza, si të që ta quajmë. Dhe kjo është ajo që po prodhon një farë mënyrë e lajmit, po këtë anën tjetër nuk është se ka ndonjë risi, edhe që ka ndonjë të re. Atë që përmendet ti, dhe më thonë, po, është vërtet që aderimet në të kaluarën e kanë pas një farë peshëve, që mos të harrojmë. Aderimet kanë qenë janë po edhe janë shkaktu, më mirë thënë, nga një frymë tashmë e krijuar, të cilën ata e kanë përplotësuar edhe nga pakrit. Nuk kanë kriju aderimet në vetë entuziazëm politik. Dhe më thonë, aderimet kanë qenë si një farë shaje që partia X është lakshosë për fitu, po, dhe njerëz po dojnë me shku në ta.